Migen, dita e 19 e protestës duket sikur ka një reduktim në numrin e përgjithshëm. Pyetja ime është: Qyqa Blendo, ke fillu me hap panik dhe ti, ha? Reduktim proteste. I vetmi reduktim që ka pa populli shqiptar, Blendo, me thënë drejten, janë flokët e tuja, vllai. Që kur ke fillu emisionin Opinion në fillim të viteve 90 e deri sot më 2026, të kanë bërë flokët non grata më i shkret. Me atë tullë në bukuroshe që ndriçon qoshe me qoshe. A mos mendoni vallo njerëz o shqiptarë që ka ardhur koha jo vetëm të largojnë politikën e vjetër, por edhe opinionistët e vjetër, analistët e vjetër, këta që na dalin televizor dhe na bëjnë si mjeshtra profesora, na tregojnë ne si duhet të jetë e mira e Shqipërisë, e ardhmja e Shqipërisë. A kupto? Këta janë gjithë paguar nga shteti, çdo lloj shteti vjen e majta, e djatha, PD-ja, PS-ja, këta marrin fondet e tyre me vllai, këta na rrejnë për ditë. Këta janë manipulatorët, propagandistët më të mëdhenj që ka pasur ndonjëherë shteti shqiptar. Ne jo vetëm për politikët që na vjen keqe, po edhe për këtyre, për analistave që janë analist. Gjithë analistët për kanalet e shia, këta, se çdo anal del në kanal. Anë ti Blendi me shumë tjerë do bëjnë cancel shumë shpejt, me këto disinformacione që po jepni popullit. Jo vetëm ti, por emisione tjera, si për shembull ai Curri. Curka.